Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës për gjitha shenjat e horoskopit. Ju uroj një javë sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme, më falni, në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Atëherë keni të bëni me energjinë e shenjës së akrepit, kemi kartën e energjinë e shenjës së peshores dhe energjinë e shenjës, kartën e dashuruarve, energjinë e shenjës së luanit. Gjithsesi, ju shoh i jepni fund diçkaje. Këtu kemi planet Plutonin, ju mbyllni vështirësi që keni kaluar deri në këto momente. Shoh që mbyllni një vështirësi në lidhje me dashurinë, me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju mund të mbyllni një punë që ju ka vështirësuar, një projekt, një bashkëpunim, diçka lini mbrapa dhe shoh që ju presin surpriza. Ju pret një dashuriere, ju pësoni një transformim shpirtëror gjatë kësaj jave dhe shoh që aty ju presin surpriza pafund. Por ndërkohë shoh ju presin ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Ju do lini mbrapa gjithçka të vështirë që keni kaluar dhe aty në momentin që do t'i lini mbrapa surprizat janë për ju. Atëherë unë shoh që në mesin e javës ju jepni zgjidhje një situate, për një pjesë prej jush mund të jetë një situatë në lidhje me dashurinë, ku ju do të jepni zgjidhje në mes të javës, në lidhje me një dashuri dhe keni takim me një person, ndjeni shumë të dashuruar me këtë person, ndërsa për pjesën tjetër ka lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, që mund të ketë lidhje me ligjin, me çështje gjyqësore, që mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, ose me çështje dhe situata të ndryshme që ka lidhje me shtëpinë, me prona të ndryshme, me një marrëdhënie ku ju i jepni fund dhe shoh që aty do bëni një fillim të ri. Dhe një njofje re, një takim me një person, do ndjeni shumë të dashuruar. Ndërsa për pjesën tjetër shoh që do të jepni zgjidhje partneriteteve, bashkëpunimeve të ndryshme që do keni gjatë kësaj jave. Është një javë fantastike, ju mbyllni diçka nga e kaluara, ju presin surpriza pafund, fillime të reja, jepni zgjidhje situatave, si në lidhje me dashurinë, me shtëpinë, me familjen, me pronat ose në marrëdhënien çift, varet nga situatat që keni, por dhe në lidhje me partneritetin që do keni gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Denit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë kemi energjinë e kartës së botës, ku janë 4 energji. Kemi energjinë e shenjës tuaj, shenja e Demit, shenja e Akrepit, shenja e Virgjëreshës dhe shenja e Luanit. Energjitë shenjave të tokës që jeni dhe ju vetë dhe energjitë shenjave të ujit. Atëherë ju shoh që mbyllni një cikël të vështirë, vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente në lidhje me një njofje, me një dashuri, në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërkohë mund të mbyllni situata nga të vështira që keni pasur deri në këto momente, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që keni. Dhe unë shoh që ju po kaloni këtë fazë, këtë cikël të vështirë, duke filluar një cikël të ri. Në mesin e javës do jeni duke menduar për të investuar te një person që ju ofron emocione, ju ofron ndjenja. Në rastin tjetër mund të jetë dhe një person që do flertoj me ju. Për pjesën tjetër
dëshironi të investoni te fëmijët tuaj, në marrëdhëniet tuaja, por edhe te vendi punës në lidhje me studimet, me çështje dhe situata të ndryshme që keni. Por unë shoh që ju dëshironi edhe një rritje ekonomike dhe do keni të ardhura në rritje gjatë mesit të javës. Mund të bëni një punë të dytë ose ju mund të kërkoni dhe një rritje rrogë. Mund të keni më shumë të ardhura në biznesin tuaj, në karrierën tuaj. Dhe në fund të javës ju shoh të gëzuar, ju shoh me lajme të mira, një çlirim shpirtëror nga çështje dhe situata të ndryshme që keni pasur deri në këto momente. Është një javë fantastike sepse ju mbylli një cikël të vështirë, mendoni për të investuar si në lidhje me dashurinë, me shtëpinë, me familjen, me punën tuaj dhe ju shoh më të çliruar, mund të shkoni edhe me pushime në fund të javës, por gjithsesi ju shoh me lajme të mira. Një çlirim në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp-i. Atëherë kemi energji të shenjave të ajrit që jeni ju vetë, energji të shenjave të ujit dhe kemi dhe energji të shenjës së peshores. Atëherë është një javë çlirimi dhe për ju. Ju shoh që keni marrë shumë goditje për një kohë të gjatë në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë tjetër, ka lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, që kanë lidhje me shtëpinë, me familjen, me dokumenta të ndryshme. Për një pjesë tjetër në lidhje me studimet e tyre, ose edhe në lidhje me anën shëndetësore. Gjithsesi unë shoh një çlirim, jepni fund, ju keni qenë si në borë, si në të ftohtë, keni marrë shumë goditje shoh, dhe këtu shoh një çlirim për ju. Por në mesin e javës ju shoh të përqendruar po te kjo situatë. Edhe pse shoh që ju keni kapur një kup shumë të bukur, një mirësi, një ofertë, një mundësi që do t'ju jepet gjatë mesit të javës. Dhe kjo mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë. Po ju jeni përqendruar kaq shumë te këto situata, te goditjet që keni marrë në lidhje me njohjet dhe lidhjet, sa nuk shikoni mundësitë dhe ofertat. Jeni të përqendruar te universi ja u dhuron këtë kupë emocionale, mos u përqendroni në situata që ju mbajnë në trishtim. Dhe kjo mund të ketë lidhje edhe në një mund të jetë një ofertë në lidhje me punën, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, në lidhje me një dashuri të re për pjesën tjetër, por dhe në lidhje me dokumentat ose studimet tuaja, ose edhe me anën shëndetësore. Në fund të javës shoh që do të jepni zgjidhje çfarë do lloj situate. Situatës në lidhje me një dashuri, për një pjesë për jush mund të jeni dhe në një divorc dhe i paraqiteni në gjykata, sepse shoh kemi kartën e drejtësisë këtu, dhe këtu flasim për ata që janë në këto situata. Për pjesën tjetër ka lidhje me institucionet shtetërore, mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme që kanë lidhje me shtetin, por që i jepni zgjidhje. Ju do të jepni zgjidhje çfarë do lloj situate, anës shëndetësore, studimeve tuaja, dokumenta të ndryshme që ju do keni gjatë kësaj jave. Është një javë çlirimi, thjesht dilni nga këto situata, ju dilni nga këto situata dhe shoh që i jepni zgjidhje situatave, por sikur vini dhe një drejtësi në lidhje me këto goditje që keni marrë në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp-i. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Atëherë kemi energji të shenjave të ujit që jeni ju vetë, përsëri energji të shenjave të ujit dhe kemi energji të shenjave të ajrit. Ju shoh që largoheni nga diçka, është diçka që ju ka shtruar,
Dhe me një drejtim më të mirë, mund të jetë një dashuri, një njohje, një lidhje ose në marrëdhënie tuaja, dhe unë shoh që merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj, për të bërë një fillim të ri. Në mesin e javës, ju shoh që do njihni një person në shoqëri, në një grup e njerëzish, ku ju do shkoni. Ju mund të jeni me pushime, mund të dilni për të pirë diçka dhe aty shoh një person që do të rriqet nga ju. Por në fund të javës shoh që ju do zhgënjeni nga ky person, sepse jemi te treshi i shpatave. Dhe shoh një zhgënjim që do merrni. Ndoshta ky person ose nuk do jetë ashtu si ju vërtet e keni menduar, ose nuk e di, por më tepër shoh mund të ndjeni dhe të lënduar, të zhgënjyer nga ky person që do njihni. Për pjesën tjetër, ju largoheni nga çështje dhe situata të ndryshme që ju kanë shtruar, mund të kenë lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, në lidhje me anën tuaj ekonomike. Situatat mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Dhe gjithsesi e rëndësishme është që merrni një drejtim më të mirë për vete. Dhe shoh që do t'i lini mbrapa të gjitha këto situata që ju kanë shtruar emocionalisht. Dhe merrni një drejtim më të mirë, ju shoh me entuziazm, ju shoh në festime, në pushime, do jeni duke festuar në grupe njerëzish, ju shoh më tepër në shoqërinë tuaj. Por diçka në fund të javës duhet keni kujdes sepse diçka ju zhgënjen, ose ju do mërziteni në një eveniment që mund të keni, në një fest që mund të keni, ndoshta nga persona që do marrin pjesë në këtë fest, ose ju mund të ndjeni të lënduar. Thjesht duhet keni kujdes në lidhje me këtë. Këtu është dhe një situatë tjetër në fakt, që mund të ketë lidhje dhe me një trekëndsh, e shoh më tepër, ku ju do ndjeni të zhgënjyer. Ndërsa në lidhje me punën, ju shoh që ju do jeni duke festuar me punën tuaj në momentin që të merrni një drejtim më të mirë, por përsëri dhe aty shoh që ju do psoni një zhgënjim. Gjithsesi më vjen keq, thjesht nuk e di kujt mund t'i përshtatet kjo situatë, por duhet keni thjesht kujdes në fund të javës. Atëhere, është një javë fantastike dhe në lidhje me ju përshëndes të gjithve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëhere do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp-i. Atëhere, shohim energjinë që vjen edhe në lidhje me shenjën tuaj. Atëhere dielli ka hyrë në shenjën e luanit, ju jeni në energjinë tuaj këtë muaj. Gjithsesi, unë shoh që keni të bëjmë me energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të ajrit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Fillimi i javës ju gjen shumë mirë, ju gjen të sigurt në veten tuaj, me një vetbesim të plot. Ju do dini vlerat tuaja gjatë fillimit të javës, do ndjeni të sigurt në lidhje me një dashuri. Në rastin tjetër do ndjeni të sigurt në lidhje me punën, me anën ekonomike, në lidhje me shtëpinë, me familjen. Por ndërkohë do merrni një shumë të konsiderueshme parash që do t'ju japin një stabilitet ekonomik, po dhe një siguri financiare. Dhe në mesin e javës ju shoh që ju dëshironi të investoni në një dashuri, sepse ndjeni shumë të sigurt, vetbesimin do ta keni në rritje. Dhe do investoni në një dashuri dhe do jeni në fund të javës duke menduar në lidhje me një njohje, për një pjesë për të futur në një njohje të re, për pjesën tjetër në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe kjo gjë ju lë pak pa gjumë, duke menduar gjatë gjithë kohës për këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër në lidhje me punën tuaj, se si të rrisni të ardhurat tuaja, në lidhje me një investim që dëshironi ta bëni te fëmijët, ose ju dëshironi të shkoni me pushime dhe dëshironi të shpenzoni sa më shumë aty. Dhe kjo gjë do t'ju lej pak pa gjumë gjatë fundit të javës. Ndërsa për pjesën tjetër ka lidhje me dokumentat të ndryshme, lidhje me studimet tuaja, ku ju ndjeni të sigurt në zgjedhjen që keni bërë. Dëshironi të investoni duke studiuar më shumë. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që të mendoni, t'ju lej pak pa gjumë kjo situatë.
Për pjesën tjetër ka lidhje me shëndetin, por ka lidhje dhe me institucione të ndryshme shtetërore. Varet nga situatat, mund të jenë gjyqe, mund të jenë situata që ju lën pa gjumë, mund të ketë lidhje me çështje dhe me zyrtare më tepër. Varet nga situatat që keni, por është një situatë që ju lë pa gjumë. Gjithsesi, nuk është ndonjë gjë e keqe, thjesht ju po mendoni në lidhje me këto situata. E rëndësishme është që ndiheni të sigurt, keni vetbesim, rritje të vetbesimit, dini vlerat tuaja, do jeni në rritje të gjithçkaje, shoh si të anës ekonomike, të anës emocionale, por dhe në lidhje me studime, dokumentat dhe shëndetin tuaj, dhe është një fantastike për ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ka ardhur një energji fantastike. Jemi të energjia e ujit, kemi kullën, kemi dhe energjinë e shenjës së Demit. Atëherë, unë i shoh shumë të gëzuar në lidhje me një dashuri. Ku ndiheni shumë të dashuruar në lidhje me një person, ndiheni shumë emocional gjatë kësaj periudhe, shoh që keni një takim, mund të jetë njohje e re, ose mund të jetë që ju kaloni pushimet me personat që jeni në njohje, lidhje ose në marrëdhënie tuaja. Në familje, me fëmijët tuaj ju shoh shumë mirë. Dhe në mesin e javës, shoh që ju vjen një ndryshim i papritur. Në lidhje me këtë person që ju kaloni pushimet ose e takoni gjatë kësaj periudhe, gjatë kësaj jave, unë shoh që do vi një ndryshim i papritur sepse mund të vendosni shumë shpejt në lidhje me një finalizim, që të kaloni në një bashkëjetesë, në një fejesë, në një martesë. Është një energji fantastike. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që ju do ndjeni shumë entuziast me familjen tuaj, do kaloni shumë mirë gjatë fillimit të javës dhe mund të jetë periudhë pushimi. Ndoshta këtu diçka rrëzohet në lidhje me çështje dhe situata që mund të keni pasur, dhe unë shoh që ju do keni një fillim të ri që do t'ju japi siguri në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Ose diçka do kriset aty. Gjithsesi, për një pjesë për ju shoh që do harrini, do jeni të mbrojtur nga universi dhe do harrini të stabilizoni këto njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Për pjesën tjetër, shoh që keni mbështetjen e familjes në lidhje me një ndryshim të madh që kërkoni, në lidhje me një partneritet, me një kontratë, mund t'i merrni nga më të ndryshme kontratat, mund të jenë kontrata shtëpie, kontrata pune, por edhe bashkëpunime të ndryshme, por do jeni të bekuar nga universi, sepse shoh që tek ju do vinë ndryshime të mëdha, por do jenë ndryshime të papritura që do vinë dhe do jeni të bekuar nga energji më të larta. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.